Mjekët me urdhër të prerë. Mos e fusni në gojë qepën nëse vuani nga këto 3 sëmundje. Qepa është një nga perimet më të konsumuara edhe mund t'jap shije të veçantë gatimeve tuaja. Por në disa raste qepa duhet të evitohet. Sipas Webmed në këtë video do të rendisim rastet kur nuk duhet të konsumoni qep dhe arsyet pse. Gjithashtu më pas do të rendisim edhe përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimet e qepës. Nëse merrni aspirin, mos konsumoni qep. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Pasi aspirina kundërvepron me qepën. Disa njerëz janë alergjik ndaj qepës. Aspirina mund të rrisë edhe më shumë djeshmëri ndaj qepës nëse tashmë jeni alergjik ndaj saj. Për të qenë të sigurt, shmangni përdorimet e njëkohshme të tyre. Nëse merrni litium kundër edhe me ilaçet tuaja, mos e kombinoni qepën. Qepa në kombinim me litiumin mund të kundërveprojë dhe të shkaktojë efekte negative. Qepa mund të ketë efekte si diuretik, prandaj mund të pengojë edhe nxjerrjen jashtë të trupit të litiumit. Diuretikat mund të rrisin sasinë e sodiumit të nxjerrë nga trupi nëpërmjet urinës. Nga ana tjetër, ulja e niveleve të sodiumit në trup çon rritjen e niveleve të litiumit, duke rritur kështu efektet anësore nga litiumi. Ky ilaç përdoret për trajtimin e çrregullimeve bipolare, epilepsinë dhe depresionin. Gjithashtu, nëse merrni ilaçe për diabetin, mos e konsumoni qepën, pasi mund të kundërveprojë edhe me ilaçet për diabetin. Qepa mund ta ulë nivelin e sheqerit në gjak. Ilaçet për diabetin përdoren gjithashtu për uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Duke konsumuar qep, së bashku me ilaçet për diabetin mund të shkaktojë rënje më shumë se sa duhet të niveleve të sheqerit në trup. Monitoroni me kujdes sheqerin në gjak. Mund të jetë e nevojshme që të ndryshoni dozën e ilaçeve për diabetin në mbikëqyrjen e një mjeku, citon Webmed. Ilaçet që ngadalësojnë mpiksjen e gjakut nuk duhet të përdoren njëkohësisht me qepën, pasi mund të kundërveprojnë së bashku. Qepa mund të ngadalësojë mpiksjen tuaj të gjakut. Duke marrë qep së bashku me ilaçe që ngadalësojnë gjithashtu mpiksjen e gjakut, mund të rritet rreziku për hemoragji. Disa nga ilaçet që ngadalësojnë mpiksjen e gjakut janë aspirina, ibuprofeni e të tjera. Prandaj në këto raste nuk duhet ta konsumoni qepën pasi mund të shkaktojë edhe probleme në kundërveprimin e tyre. Qepa është një nga perimet më të rëndësishme të shëndetit dhe për organizmin. Ajo është një nga produktet më të mira e pasura me fibër, kalium, kalcium e vitamina të rëndësishme edhe për shëndetin tuaj mendor. Në këtë video do të mësoni për vlerat, vitaminat dhe mineralet që gjenden me shumicë të qepa, rezultatet fantastike që trupi juaj do të marrë nga konsumi i saj në mënyrë të rregullt. Ekspertët e cilësojnë qepën si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese për t'u përfshirë vazhdimisht në dietën tuaj. Duke ditur kështu rëndësinë e madhe të saj, qepa ka përfitime për shëndetin. Nëse nuk e kombinoni me ato ilaçe të cilat e përmendëm më herët, atëherë qepa mund t'japë rezultate fantastike edhe me vitaminën C për sistemin tuaj nervor. Vitamina C që gjendet te qepa ndihmon në funksionin e nervave. Kjo vitamin do të aktivizojë enzimat që rrisin prodhimin e një substance të dobishme për komunikimin ndërqelizor. Kjo substancë mban në kontroll gjithashtu edhe orën e brendshme, funksionet të trurit, gjithashtu edhe vëmendjen. Ndaj në këto raste qepa nuk mund të shkaktojë probleme. Vitamina B6 që gjendet te qepa ndihmon gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit nervor. Konsumi i rregullt i qepës ndihmon në marrjen e sasive të domosdoshme të vitaminës B6, e cila përdoret për metabolizimin e glukozës që është burimi kryesor i energjisë për qelizat nervore. Ajo ndihmon në prodhimin e serotoninës dhe dopaminës, dy substanca të përfshira fort në komunikimin nervore të shëndetit tuaj nervor. Gjithashtu qepa është një zgjidhje produktive me shumë efekte për shëndetin tuaj. Mangani që gjendet te qepa do të ndihmojë në shëndetin tuaj mendor. Mangani te qepa është shumë i mirë për nervat, kujtesën, sistemin nervor, trurin në përgjithësi. Konsumi një filxhan i çaji me qep rrit nivelin e manganit në 206 mikrogram ose 11% të dozës ditore për gratë dhe 9% për meshkujt. Qepët mund t'i hani të freskëta duke i përfshirë edhe në gatesat tuaja, në sallata, në salca e të tjera. Nëse preferoni, qepën mund ta konsumoni çdo ditë. Vlerat që do t'japin trupit tuaj do ta bëjnë atë një nga produktet më të mira ushqyese.
por gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti duhet të konsumohet nëse merrni medikamente. Qepa është një nga perimet më të mira për shëndetin dhe gjithashtu në rritjen e vlerave të trupit. Qepa përmirëson imunitetin, rregullon nivelin e sheqerit, gjithmonë nëse nuk kombinohet me medikamente, ul kolesterolin, mbron zemrën dhe trajton reumatizmin. Siç e përdorëm edhe më herët në trajtime të ndryshme, qepa është një zgjidhje shumë kundër komplikacioneve të përditshme. Qepa mund të përdoret me efikasitet kundër hetheve, rënies së flokut, infeksioneve të veshit e të tjera. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë për kollën. Qepa përmban sulfur që lufton bakteret dhe mikrobet që shkaktojnë koll. Prini gjysmën e qepës holl dhe spërkasni me sheqer ngjyrë kafë. Qepa e sheqerosur mund të hahet 2 herë në ditë kundër kollës. Është e mirë kundër bllokimit të rrugëve të frymëmarrjes. Përzini qepën e grirë me vaj të arës së kokosit dhe më pas lyeni edhe kraharorin. Mbuloni me një peshqir dhe do të vëreni se qepa do të ndihmojë në zhbllokimin e rrugëve të frymëmarrjes, gjithashtu edhe kundër problemeve të sekrecioneve. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë kundër temperaturave. Nëse keni temperaturë, lyeni shputat e këmbëve me vaj në arës së kokosit, më pas në pjesën e arkut vendosni fetat e holla të qepës. Mbështjellini këmbët me qese plastike dhe vishni çorape. Qepët duhet t'i mbani në shputat e këmbës gjatë gjithë natës për të përthithur toksinat dhe për të ulur temperaturën. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër të vjellave. Ngrini qepën holl, vendosini në një nap dhe shtrydhni lëngun e saj. Më pas shtoni pak çaj në energjiku të ngrohtë. Pasi lëngu të jetë ftohur, pini 2 lugë çaji nga lëngu i qepës për të paktën 5 minuta dhe më vonë një sasi tjetër të energjikut. Ky trajtim duhet të përsëritet vazhdimisht derisa të vjellat të mbarojnë dhe të keni gjithashtu edhe lehtësimet më të mira për shëndetin tuaj. Qepa është një alternativë shumë e mirë në dobi të organizmit, gjithashtu edhe në largimin e komplikacioneve. Sigurisht që qepa është një produkt shumë i mirë edhe kundër infeksioneve të veshit. Ngrini një qep të plotë dhe më pas futeni në një çorape të pastër pambuku. Atë e vendosni mbi veshin që keni probleme për të evituar gjithashtu rrjedhjet e tij. Sigurohuni që qepën ta keni përdorur në mënyrë të rregullt në dietën tuaj dhe gjithashtu edhe rezultatet do të jenë vërtet mbreslënëse. Qepa është një zgjidhje produktive kundër këtyre komplikacioneve dhe ekspertët e cilësojnë atë si një nga produktet më të mira. Qepa mund të ndihmojë gjithashtu edhe në pastrimin më të mirë të ajrit në shtëpi. Qepët mund të përdoren për pastrimin e ajrit duke u vendosur edhe në zona të ndryshme të shtëpisë. Kështu rezultatet që do të merrni nga përdorimi i saj në mënyrë të rregullt do të jenë fantastike edhe në rritjen e vlerave të trupit. Sigurohuni që qepën ta keni pjesë prezente të dietave tuaja. Kështu rezultatet do të jenë më të mira në nxitjen e një organizmi më të shëndetshëm. Qepa është një nga alternativat më të mira në dietën tuaj. Ekspertët e cilësojnë atë një nga produktet edhe më të mira kundër rënies së flokut. Zjeni një kokër qep, lëngun e saj e përdorni për të lagur flokun përpara se ta lani me shampo. Lëngu i qepës do të përjetojë gjithashtu edhe një rritje të flokut, do të parandalojë rënien e tij dhe do të zhdukë zbokthin. Përdorimet të tilla të qepës do të lehtësojnë përditshmërinë tuaj. Gjithashtu, qepët janë të pasur me antioksidant. Qepët e kuqe përmbajnë antocianina dhe quercetin, antioksidant të fuqishëm që ndihmojnë në reduktimin e inflamacioneve dhe problemeve të ndryshme kronike. Qepët të konsumuar brenda normës së lejuar do të mbështesin edhe shëndetin e zemrës. Quercetina është e lidhur me uljen e presionit të gjakut dhe uljen e niveleve të kolesterolit, duke reduktuar rrezikun e sëmundjeve në zemër. Qepët do të forcojnë imunitetin. Të pasur me vitaminën C dhe përbërje sulfurike që mbështesin sistemin imun dhe luftojnë infeksionet. Qepët kanë veti të mira antiinflamatore. Flavonoidet që gjenden te qepa ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit, gjë që ndihmon në gjendje si artriti dhe problemet e astmës. Qepa ndihmon edhe me tretjen, por gjithmonë në kombinimin e dietës së duhur. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.